Përshëndetje, miqtë e mi. Mirë se vini në kanalin tim Thea Tarot. Për lexime personale më kontaktoni në Instagram Thea Tarot 2025. Ne tani do të marrim një pyetje te Tarot. Për personin e zemrës. Kush është personi juaj i zemrës që ju do në sekret, në fshehtësi? Do shikojmë me anën e shenjave të horoskopit, me energjinë e tarot dhe me emrin me gërmën e parë të emrin dhe të një emri. Pra, kush është personi juaj i zemrës? Personi juaj i zemrës ju shikon si një dritë që ndriçon rrugën e tija në rrugëtimin e jetës së tij. Pra, me këtë fener i tregon dritën që ai ka. Pra ju ka si një dritë rezoluese që ju i ndriçon rrugën ku ai ka këmbën. Është një person shumë spiritual dhe ju ka dhe ju do në çdo moment të jetës së tij. Është një dashuri shpirtërore, një energji shpirtërore që ju keni për një tjetrin dhe jeni në largësi të dy. Tek ky mashkull shikon gjithmonë pjesën e ekuilibrit, pjesën ti tjera ti një qetësi shpirtërore, një ekuilibër, një balans në jetën e tija. Tek ty, ai shikon një femër të fuqishme, që ka një energji të fuqishme brenda vetes saj në infinitet. Shikon këtë perandore që me karrocën e saj ecën drejt rrugëtimit të jetës së saj që e ka në perspektiva të shkëlqyera. Kush është ky person? Me kë rezonon kjo energji, pra e tarotëve me kë emër, me gërmën T, me gërmën R, me gërmën B, E, J, O, A, P, Gj dhe C. Kurse në shenjat e horoskopit mund të rezonoj me akrepin, britqapin, me virgjëreshën, peshoren, peshqit, luanin dhe binjakët. Faleminderit shumë, miqtë e mi. Mos harroni të më bëni subscribe në kanalin tim Thea Tarot.